Disa fakte interesante për Qaben. Qabja është vendadhurimi i parë i ndërtuar në tokë sipas Islamit dhe librit tonë të shenjtë, Kuranit. Qabja është kibla e muslimanëve dhe është urdhëruar në Kuranin famëlar. Është vendi i ngritjes së besimtarit me urdhrin bëni sejdë dhe afrohuni. Qabja, e cila vizitohet çdo vit për qëllime të umres dhe haxhit, përfaqëson qendrën e botës për besimtarët musliman. Qabja është quajtur edhe Bejtullah, konsiderohet shtëpia e Allahut. Qabja është ndërtuar nga Ademi alayhis salam dhe që nga koha e tij është pranuar si e shenjtë. Por ata që kanë mundësi, haxhi është obligim. Në ajetin që jep lajmin e mirë se Qabja është tempulli i parë në tokë thuhet: shtëpia, xhamia, e parë e ndërtuar për njerëz, është ajo në Mek, e dobishme, udhërfyese për mbar njerëzimin. Surja Ali Imran 96. Fjala Kabe, Qabe, në fjalor do të thotë objekt në formë kubi. Qabja përmendet në disa vende në Kuranin famëlar. Në ajetet El Beit, El Beitul Atik, El Beitul Haram, El Beitul Muharram, El Mesjidul Haram, e cila njihet edhe me emrin Qabe. Në mesin e publikut thuhet si qabja madhështore. Sipas transmetimeve, pasi Ademi alayhis salam dhe Havaja u dëbuan nga xheneti, ata u takuan në Arafat. Për këtë takim, Ademi alayhis salam për të qenë falënderues ndaj Allahut si në xhenet që i bënte tavaf shtyllës nga nuri, drita, ai u lut që shtylla e dritës, rreth së cilës ai adhuronte, t'i kthehej përsëri. Më pas lutja e Ademit alayhis salam ju pranua dhe ai vazhdoi të bënte tavaf rreth gurit që ndriçonte. Qabja, e cila u shkatrua nga vërshimi i ujit në kohën e profetit Nuh alayhis salam, mbeti e fshehur në rër për një kohë. Ibrahimi alayhis salam me urdhrin e Allahut shkoi në vendin ku ndodhej Qabja. Ibrahimi alayhis salam dhe i biri profeti Ismaili alayhis salam, nëna e tij Haxheria, u vendosën atje. Ibrahimi alayhis salam gërmoi vendin e Qabes së bashku me Ismailin alayhis salam dhe gjetën themelet e ndërtesës së ndërtuar dhe mbi këto themele ndërtuan Qaben që ekziston sot. Guri i zi, i zbritur nga xheneti, gjatë përmbytjes së Nuhut alayhis salam, është ruajtur në malin Ebu Kubeis. Ai u vendos në Qabe nga Ibrahimi alayhis salam pas ndërtimit të Qabes. Guri i zi është një element i rëndësishëm gjatë tavafit. Si rezultati i ekspozimit të Qabes ndaj fatkeqësive të ndryshme si përmbytjet, zjarret, me kalimin e kohës, si dhe sulmet njerëzore, guri i zi u dëmtua gjithashtu. U bën disa dëmtime dhe shpërbërje, por çdo herë këto pjesë ngjiteshin në vend me shumë kujdes dhe ruheshin. Gjatë ndërtimit të Qabes, Ibrahimi alayhis salam përdori një gur që të ngjitet lart duke ndërtuar murin e Qabes dhe vendi ku u ngrit mbi të për t'i ftuar njerëzit në haxhillëk konsiderohet vendi ku ndodhet sot vendi me emrin Guri i Ibrahimit alayhis salam, Mekami Ibrahim. Kur Ibrahimi alayhis salam përfundoi ndërtimin e Qabes, engjëlli Xhibril e mësoi atë se si të kryente haxhin. Ai ftoi njerëzit në haxh. Ai e kreu obligimin e parë të haxhit me të birin dhe njerëzit mësuan se si të kryenin haxhin prej tyre. Kusaj bin Kilab ishte gjyshi i pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam, nga brezi i katërt, i cili i ka ofruar shërbime të mëdha Qabes. Kusaj, duke riparuar Qaben, organizoi një haxh. Banorët e Xhurhumit shkullën dhe e groposën gurin e zi. Ai e nxorri dhe vendosi gurin e zi në vendin e tij në Qabe. Ai kishte ndërtuar një tavan për të parandaluar dëmtimin e Qabes dhe ndërtoi puse uji edhe për haxhinjt. Qabja u riparua dhe u rindërtua në vitin 605. Gjatë këtij ndërtimi, Muhamedi alayhis salam mbarte gur së bashku me xhaxhain e tij Abbasin radhiyallahu anhu. Dhe ajo që ndodhi në mesin e fisëve të Kurejshve, të cilët nuk e ndan derin e vendosjes së gurit në vend të tij, ku dihet se Muhamedi alayhis salam parandaloi një konflikt të mundshëm në ato vite. Pas çlirimit të Mekës, Qabja u pastrua nga idhujt. Pejgamberi ynë alayhis salam çliroi Mekën sepse marrëveshja Hudejbijes u prish nga politeistët. Kështu, shërbimi i Qabes dhe kontrolli i kaloi në duart e muslimanëve. Qabja dhe rrethinat e saj u pastruan. Pejgamberi alayhis salam, i cili fali 2 rekate namaz brenda Qabes pasi u pastrua, e urdhëroi Bilal Habeshin radhiyallahu anhu të ngjitej në çatin e Qabes dhe thirrte ezanin. Qabja, gjatë sundimit të fisit Xhurhum, u mbulua me pëlhurë të zezë. Pastaj pejgamberi ynë alayhis salam donte që një pëlhurë e bardhë të mbulonte Qaben. Mbulesa e Qabes, e cila më vonë ndryshoi me mbulesa me ngjyrë të kuqe, i jeshile dhe të bardhë. Në kohën e Abasidëve, në lidhje me përdorimin e vazhdueshëm të kizves, mbulesës së Qabes, duke përfunduar ndryshimin e ngjyrave të mbulesës, vendosën
që ajo të jetë me ngjyrë të zezë. Që nga koha para islame, Çelsin e Qabes e mban familja Sheibi. Por këtë ka qenë përgjegjëse e njëjta familje gjatë 15 shekujve të fundit, dhe çdo herë Çelsin e Qabes e trashëgon antari më i vjetër i familjes. Në Qabe, e cila vizitohet për umre, haxh apo për faljen e namazit farz, përveç kohëve të namazit, tavafi nuk është ndërprer asnjëherë. Megjithatë, për fat të keq, kjo situatë u prish në disa periudha të historisë. Zoti e lutim të na mundsojë vizitën e Qabes. Amin.